Kryetar Tiranë, Bën kampus universitar, jo varre. Studentët e Universitetit të Ferizajt kanë protestuar para objektit të komunës, pas vendimit të qeverisë lokale për ndarjen e një parcele për varreza të qytetit afër këtij universiteti. Kryetari i Demokracisë Studentore, një herët organizatori kësaj proteste, Mejid Ramusa, tha se vendimi i kryetarit Sfarqa për ndarjen e parcelës për varreza të qytetit afër këtij universiteti është i dëmshëm dhe me këtë vendim Sfarqa po e varros këtë universitet. Sot jemi mbledhur këtu për ta kundërshtuar vendimin e kryetarit të komunës Zoti Muharrem Sforqa, i cili mizërisht ka vendosur që varrezat të qytetit të vendosen në parcelën përballë Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj. Vendimi që ka marrë kryetari i komunës së Ferizajt, Zoti Muharrem Sforqa, për të vendosur varrezat të qytetit përballë Universitetit të Ferizajt është shumë i dëmshëm për studentët dhe nxënësit dhe nuk është e mirëpritur as pak ky vendim nga kjo klasë e shoqërisë sonë. Parcela përballë Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj në bazë të analizave të fizibilitetit është vend më i përshtatshëm për të ndërtuar menxër dhe konviktet. Vendimi i tij po e synon të varros këtë universitet. Dhe ne i themi Sforcës ne ta tërheq këtë vendim, sepse ne nuk do të ndalem të protestuarit. Ndërsa kryetari i Ferizajt Muharrem Sfarqa tha se Demokracia Studentore e ka huqur krejtësisht fushën e interesimeve në veprimtarinë e saj për të drejtat të studentëve. Pasi që në vend se të merret me ngritjen e cilësisë së punës e të mësimit, ajo merret me çështjen e administrimit të pronave të komunës. Sfarqa u bëri thirrje studentëve që t'u kthejnë mësimeve e mos të bëhen instrumenti i politikës. Kështu realisht asun nuk e kam qartë. Parcela nuk është ndonë nga kryetari i komunës, është ndonë nga kuvendi komunal, në mënyrë krejtësisht institucionale dhe demokratike. Është një parcelë që nuk mund të përdoret për asnjë destinim tjetër dhe nuk është çështja as e studentëve dhe as e kryetarit të komunës të merret për shembull kryetari i komunës me çështje të studentëve, po as studentët me punën e pronave. Unë dëshiroj që studentët t'i ftoj që t'i kthehen mësimit dhe të arrisin cilësi në mësime dhe jo të instrumentalizohen nështë t'i bëjnë pavetëdijshëm dhe një shërbim motivimeve politike, sepse ata do të merren me mësimet dhe protesta organizuar nga studentët e Universitetit të Ferizajt zgjati një orë. Protestuesit u shpërndan të qetë duke i dhënë kryetarit të komunës një muaj afat që të shqyrtojë kërkesën e tyre.